për të hyrë në jetën dhe shkrimin e vërtetë. Por sa më e madhe tjetër errësira, aq më shumë duhet drita. Në këtë ditë të shenjtë, të gjithë jemi të ftuar të marrim pjesë në këtë gëzim, sepse vetëm duke përjetuar në jetën tonë dritën çliruese të ngjalljes, qenia jonë mund të transformohet e të arrijë dimensionin e saj të plotë. Ne kemi sigurinë se dashuria e tij është më e fortë se urrejtja, jeta në të më e fortë se vdekja, dhe se shpresa jonë në Krishtin është më e fortë se dëshpërimi. Ai është shpresa jonë, dhe ata që shpresojnë te Zoti, thot profeti Isaia, do të ripërtërinë forcën e tyre. Ata do të fluturojnë mbi krahas e shqiponja, do të vrapojnë e nuk do të lodhen, do të ecin dhe nuk do të ligështohen. Nëse do të ndizet drita e ngjalljes në jetën tonë, atëherë dhe marrëdhëniet ndër njerëzit do të ndriçohen. Ne jemi krijuar si qenie komunitare dhe jemi thirrur të jetojmë në bashkësi me njëri tjetrin e ta ndihmojmë njëri tjetrin, duke ruajtur dinjitetin e çdo personi njerëzor, sidomos të njerëzve në nevojë dhe në vështirësi. Sakrificat, ashtu si mjekimi, nuk janë të lehta, por janë të domosdoshme për shërimin tonë shpirtëror. Sepse nëse nuk do të përjetojmë dhimbjen e kryqit, nuk do ta përjetojmë as gëzimin, jetën dhe dritën e ngjalljes. Të dashur vëllezër dhe motra, gjatë Pashkve ne këndojmë: vraponi dhe i shpallni botës se si u ngjall Zoti, duke shkatëruar vdekjen. Ai është biri i Perëndis, shpëtimtari i racës njerëzore. Ndoshta sot më shumë se kur, bota jonë ka nevojë për mesazhin e Pashkës, sepse ngjallja nuk është thjesht ngjarje e kaluar, por një përvojë e vazhdueshme për çdo kohë, për çdo brez e për çdo njeri, e cila jep shprizë, dritë dhe gëzim në jetën tonë dhe nuk ta lejon të mbyltemi në vdekjen e verimit. Pavarësisht se sa të vështira mund të jenë problemet tona, ngjallja e Krishtit na premton një të ardhmen krejtësisht të ndryshme. Ngjallja e Krishtit nuk është ngjarje në një kremtim që ka të bëjë vetëm me atë, por edhe me ne, sepse ai na bën pjesëtar të ngjalljes së tij nëpërmjet plotësisë së natyrës së tij njerëzore. Ngjallja e tij prek dhe transformon të gjithë njerëzit, duke dhënë ekzistencës së njeriu një jetë e re, e duke bërë tregues i plotësimit përfundimtar të natyrës sonë njerëzore. Ai që u ngjall sot, shkruan Shën Grigor Theologu, do të më përtërijë në shpirt e do të më vesh me njeriu në ri. Për Pashkën e thirrur të përqafojmë njëri tjetrin dhe për shkak të ngjalljes jetë dhënëse të Krishtit të falim njëri tjetrin në çdo gjë, që të mund të thrasim me një zemër të pastër: Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, Hristos Anesti, Hristos Anesti, Krishti u ngjall.